Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Unë sa vendosa jashtëna në gjumë, zjati pak ajo sepse ja është me viroz akoma, ka koll edhe ka dhe sekrecione. Por tani u qetësua e vendosa edhe po flen, e vendosa nga salloni sepse ishte si më rehat atje. Dhe me qenë se vendosa te salloni jashtëna, thash të ulem këtu te kjo mobilja e re që kam bler, edhe të bëj make-upin, të rregullohem sepse do dalim. Kam pak punë sot, dua të shkoj tek një dyqan tek orkestra, sepse ka datëlindjen dy vajza, dy shoqet të ajlës të klasës, atje dhe më duhet që të blej 2 dhurata për të dielën, por do t'i blej që sot që është e njëjtë sepse nesër është e premte, kam takim të dentisti pra, më shtyu dentisti, e kisha dje, por më tha që nuk kam mundësi, kishte mbledhje diçka të tillë dhe nesër. Kështu që po, edhe thash që t'i mbaroj të gjitha punët sot, edhe të nesër të jem e lirë, e t'i marr gjërat me qetësi, pa u stresuar. Vendosa dhe kremin e diellit, edhe do ta lë pak të thahet dhe pastaj të filloj me hapat. Me pak hapa që përdor, nuk është se përdor shumë gjëra. Kam dhe kohë, këtu kam dhe kafen që ka që në orën 7 që është bërë dhe është ftohur, por s'ka gjë. Të hapim syt sepse nata nuk ka qenë shumë e qeta. Kur të dal të blej dhe një tjetër të ftohtë që ta kem. Ju thash, do vete tek dyqani, pastaj është pazari, pastaj ka që shkoha, se po vete ora 10, 2 orë kohë kam, pastaj në orën 1 do vete të marr ajlën, do vim të ham, të shkoj edhe pak në supermarket, të marr ujë, nuk kemi, nuk e di po do vete apo jo, ose t'i bëj burri thot supermarketit, edhe kështu, kemi punë sot. Më ka ngelur dhe pa rregulluar dhe pa sistemuar këtu make-upet e këto gjërat, por nuk kam patur kohë, sepse të 2 fëmijët i kam pat me viroz, ajla kaloi pak më lehtë, 2 ditë punë ishte me ajlën, sepse është dhe e rritur dhe ka më shumë imunitet, dihet ajo, edhe kështu që nuk kam patur fare kohë, po s'ka problem, do t'i rregullojmë. Do vi ora që t'i rregullojmë. Ja këto make-upet që do bëj tani, do t'i lë këtu, për shembull. E duke i sjell të gjitha avash. Nëse. Tani do t'ju tregoj, unë nuk kam treguar në një video se e bëja këtë make-upin. Si lyesha. Por kam ndryshuar diçka. Tani tek dora vendos BB cream. Tani po përdor këtë Puritos. Dhe vendos dhe pak këtë që është dhe fondatin edhe concealer nga Kiko. Është shumë e mira, por është pak me errët. Me thënë, kjo është e errët për fytyrën time, sepse unë e kam marrë për në verë, ndërsa këto BB creamat kam gatëruar unë numrin dhe më duhet ta merrja një numër pak më të errët, se unë jam e bardhë, por duhet kjo më ngjan shumë e bardha. Dhe atëherë që ua kam treguar që kemi bërë bashkë, pas dite që po mësoja makinën edhe bëj një foto me jashtënën edhe tek foto u dukej shumë e bardha, edhe kështu që shikoni se sa mirë ngjan tani. Ngjan afërsisht me lëkurën time. Me thënë, edhe kështu që i bashkoj bashkë derisa të blej këtë BB creamin në ngjyrën që duhet. Muajin tjetër besoj se do porosis krem dielli, këtë të Skin 1004, sepse një herë kam thënë centela, por nuk e ka centela. Edhe të porosit 2-3 si këto kremra e diellit, i kem për gjithë verën. Të porosit edhe hidratusin, që t'i kem dhe ato, mos të merrem me këto punë. Edhe kështu, ndërkohë concealer, gjëra tilla unë nuk po përdor për dita,
kam të narë se kam disa, por nuk i përdor. Pikës pari, nuk kam kohë që të rri këtu që të bëj gjithë kohën këto gjëra. E dyta, nuk dua ta tepëroj sepse këtu të paktën ai rresi që më rrethon mua njerëzve që në shof e bëj, nuk shoh njerëz që për dita të vendosin shumë make-up, po të egzagjerojnë, shumë pak vajza që vendosin pak. Kështu që edhe unë nuk dua të ngjaj si njeriu më i çuditshëm në botë. Jo sepse çfarë do mendojnë tjerët, por tani të dukemi më normale, kupton? Të mbulojmë pak këto aknet që nuk e di çuditërisht filluan përsëri. Edhe nuk e di nga çfarë e kam. Nejse, tani për vetë unë ua kam treguar, nuk do t'ua tregoj përsëri 100 herë këto, se vesh bajat. Dje shkuam edhe pak me Jasona, blem atletet e para të Jasonës, sepse unë fëmijëve nuk u vesh këpuc deri diku poshtë moshës 1 vjeçe, unë nuk u vesh asnjëherë, sepse ndikon tek formimi i këmbës. Edhe pastaj mbas 1 vjet Ajlës i kam bler, duke edhe një moshë këtu afërsisht ua kam bler të dyve. Jasona s'doja t'i visha të Ajlës sepse i ka shumë të re Ajla. Ka qenë shumë fëmijë i kujdesshëm dhe goxha i pastër si fëmijë, edhe i kisha shumë të mira, por nuk i bënin. Jasona e ka këmbën pak më të gjerë edhe më të madhe. Kështu që Ajla dytë të ketë të 19, 18 atëherë, tani djalja ka 20. Kështu që nuk i bënin, edhe më duhej që t'i blija prap. I bleva dhe Ajlës një parë sepse dhe asaj ishte rritur një numër më i madh këmba, edhe i mbarova atë punë. T'i kenë për në pranver, tani po shikoj në Vinted të gjej sandale cross për fëmijët, por të reja me etiketë dihet, sepse atje ja bleva dhe vjet Ajlës dhe më kanë nderuar, sepse më kanë nderuar sepse i mbajti gjithë verën, i mbante dhe brenda në det dhe nuk u ndodhi as edhe një gjë. U këput njëra pak, ju shit pak njëra një vend e ngjitëm edhe nuk pësoj asgjë, janë akoma atje, nuk kanë asë një gjë. I kemi akoma, por nuk i bëjnë ato, do numër më të madh, dihet. Edhe duhet ja blej dhe Jasonas, të shkojmë për vete, për burrin. E po i mendoj që tani, që imagjino s'ka dalë akoma shkurti, ky shkurti sikur zgjati më shumë se janari. 2 muaj më të gjatë. Por mendoj që tani, që jo në verë, sepse janë shumë gjëra, është kremi diell, janë shumë gjëra për të blerë dhe t'i blej më avash, muaj për muaj, avash, mos të na vrasin në një muaj të gjithë. Po Ajlës i ka marrë dhe balerina, ja ka marrë në Temu ato, sa që i vesh, 2-3 herë. E i ka marrë disa palë që t'i ketë, në gjëra të ndryshme, sepse i duhen tani në pranverë. Tani flokët, nuk e di çfarë do ju bëj. Por nuk do t'i shtri. Nuk do t'i shtri sepse unë para një viti kam bler atë shark, edhe nuk e kisha përdor fare, është e vërtetë tani e kam filluar e përdor, thaj flokët. Edhe mbasi thaj pak flokët, i lë pak të lagura me furçën, me një nga furçat, i krej edhe rrin kështu. Super. Kështu që s'ka nevojë që të vete të marr pjastrën edhe ti bëj, sepse u përvëluan flokët, dua t'i pres përsëri flokët, por të zjatën dhe pak që të heq komplet këtë ngjyrën e shpifur që kam lyer, edhe të mbaj ngjyrën time. Kështu. Ja, kështu do iki sot, kështu do dalë sot. Këto. U thash dhe të reat për një ditë që nuk kam filmuar, sepse këto kohë kam filmuar goxha. Mos harroni që të bëni subscribe sepse më ndihmoni shumë edhe më motivoni. Edhe po, tani do vishem, do vesh xhinse në një bluzë të thjesht edhe do dalim. Në fund parkova, do presim Ajlën, do dhe diku të gjysore, po nuk ja vlen të vesh në shtëpi dhe të vish sepse ka shumë trafik nga pazari. Kështu që unë shkova në pazar, shkova një herë, bleva dhuratat.
ne nuk i kemi të afër, burri e njeh atë babajnë e vajzave. E kemi të klasës kështu, po një mëngjes, një mirë dita, kaq. Kështu që u bleva kostum, bluzë të hollë, sepse tani fillon vapa, edhe një paltuta sportive, i kam vërë në re që i veshin ato vajzat. Njërës jam mora 5, tjetër jam mora 6. Si pas Ailës, njëra më bën 5 vjeqe, njëra bën 6. Tani, se sa e vërtet është, se si, nuk e di. Edhe tjetërës kështu, po ja ka marrë ngjyrë roz. Dua rregulloj në shtëpi, dua sistemoj. Ja çfarë ngjyre këtu, mos t'i hap. Këto ngjyrat këtu. Shkët? Mora dhe për fëmijët. I mora Ailës këtë xhupin pa mënga, sepse nuk ka. Edhe ky ja mora ngjyrë roz, kishte edhe të zi, kishte edhe të bardhë. I bardhi do bëj ëmër në shkollë. Të ziun ajo nuk do të ma vishte, e sigurt kjo. Ndërsa, këtë të rozin e di që do t'a veshi. E ka qef. Po të ishte dhe Leila, atëre akoma më mirë, po s'është. Kjo ishte me shumë ofert, ishte diku të 8 euro me kartën. Tjetër, i mora Jasonës disa bluza të holla. Ja, ishim nga diku të 2 euro e gjysëm. 3 bluza edhe 3 paltuta. Janë se dhe tuta të më të holla. Nuk kishte tuta fare. 1, 2, 3. Këto, po nëzitoj se që po a tregoj kështu se po grindet Jasona. Këto mora tek ajo, ndërsa në pazar të përdorura, vetëm 2 gjëra gjeta qau Jasona dhe ika dhe ka marrë shumë pak gjëra këtëra, sepse nuk ishim shumë nevojë. Nuk ishim shumë nevojë dhe nuk kishte edhe gjëra në pazar, që të vërteta. Nejse, mora këtë bluzën kështu të hapur. Kjo ishte 2 euro dhe ishte ngjyre kuqe. Unë s'para i vesh të kuqet, por e sigur që okun ato so mami do t'i bëj. Edhe nëse mua nuk do më pëlqej, më pëlqeu shumë nga materiali, ka material fantastik. Nëse mua nuk do më pëlqej apo nuk do ta kombinoj dot, do t'ua jap atyre. Tjetër, dhe një gjë tjetër kam marrë, e sigur. Një pal streqe, po janë nga këto bicycle, nga këto të shkurtrat, për në verë. Dhe ishin të H&M-it Extra Small, 2 euro, në gjendje shumë të mirë. Kështu që i mora t'i kem të zeza, nuk kam të zeza, kam një 2 të Zarës lala lule me ngjyra kështu, por këto mund t'i vesh edhe jashtë me një bluzë pak të gjatë, kështu të bukur. Super, oversize, super. Këto mora, banane, portokalle, spinaci nuk ishte shumë i mirë, por e mora për Jasonën. O diell, do të marr mami tani. Vajte, morëm dhe kafe edhe erdhëm. Tani do presim Ailën, do pim kafe, do marr Jasonën këtu para sepse nuk rri. Tani që jemi parkuar nuk ka problem. Ika. Është shumë ftohtë dhe kam veshur këtë. Kam vendosur Jasonën në gjumë dhe u lodh shumë. Edhe tani erdhi burri, do gatuaj, do me thënë kam bërë mishin e pulës. Në fakt ishte pulë deti, edhe zjeva që para se të ikja që parë, kështu që do bëj dhe pilaf dhe lakra, sallat, këto gjëra tilla do ham sot. Erdhi burri nga puna tani dhe më solli disa gjëra. Do me thënë, nejse, solli këtë shoqyr që solli është prizë që mund vendosësh 2 më duket, apo më shumë, po 2 duhet të jenë. Na duhen këto. Më solli shumë pastrus për makinën. Makina më është bërë shumë pis, edhe nuk e pastroj, se nuk do që ta pastroj me këto solucionet që kam këtu, me këto detergjentet që kam për shtëpinë, se mos më prishet, kështu që do ta pastroj. Edhe këtu. Më thoni për çfarë ta përdor këtë, se nuk e di. Se kam iden. Kam edhe 2 të tjera si këto. Por më pëlqejnë shumë. Nuk e di, po duhet të them mirëmëngjes apo jo, sepse
ka kaluar, duhet jetë diku te ora 11. Ora 11, por unë nuk kam bërë asgjë. Jam marrë vetëm me Jasonan. Ka pak koll edhe nuk e lë që të fler, kështu që ishte edhe si për gjumësht gjatë gjithë kësaj kohe. Edhe donte të flinte, por nuk flinte do se e bllokonte kolla, kështu që jam marrë vetëm me të. Edhe tani që e zori gjumi dhe po fle, unë bëra një tost, sepse s'kam ngrënë në mëngjes. Jasona ka disa kohë që ka tani që është me viroz e refuzon ushqimin, ha shumë pak, por e kuptoj, ndoshta i pak gryka, edhe e kuptoj shumë mirë pse nuk han. Kështu që unë tani do bëj këtë tost, do ha këtë tostin shpejt e shpejt sepse nuk kam shumë kohë. Më duhet që të desistemoj pak shtëpinë se do iki tek dentisti pastaj. Kështu, kafën e kam pirë, me Jasona na shtu në përkëm, por e piva se nuk kapja do të sy. Mbrëm kam parë të gjithë serit e filmit më të ri, e serialit më të ri, Muzeu i Pafajësisë, që është bërë shumë viral dhe besoj se e keni parë në rrjetet sociale. Më pëlqeu shumë. Nuk e kam lexuar librin akoma. Nuk kam lexuar asnjë libër të Orhan Pamuk, fatkeqësisht, sepse kam qenë shumë e fiksuar me Colin Hoover edhe me Elif Shafak. Unë i kam lexuar të gjithë librat që janë të përkthyer në shqip të këtyre dy autorëve. Kam edhe të secilit nga një libër që është janë libra të rinj, tani kanë dalë edhe ata do t'i porosis në Shqipëri që t'i lexoj. Ndërkohë po shikoja në Vinted për librat e Orhan Pamuk, edhe dua të lexoj këtë librin, u fiksova tani, meqense pash filmin dhe më pëlqeu shumë, dua të lexoj dhe librin, edhe e gjeta në Vinted në anglisht dhe do ta porosis atje. Kështu që po, unë nuk e di, unë gjithmonë ose shikoj një film dhe di që ka dhe librin, unë direkt në të nesmen po më pëlqeu filmin, në të nesmen blej librin, ose kur lexoj një libër dhe marr vesh që ka film, e shikoj direkt, nuk e di pse, po jam shumë e fiksuar. Nëse më pëlqen, dua që t'i shikoj edhe me figurë, me zë, edhe t'i lexoj. Kështu, edhe pse kam shumë kohë pa lexuar, kam gati një vit e pak pa lexuar, sepse me 2 fëmijë nuk kam patur shumë kohë. Edhe kjo lodhja me fëmijët ndikon, e shtëpia ka nevojë dhe nuk kam patur vërtet kohë. Kështu që kam lënë pas dore leximin. Unë dikur lexoja shumë fare, por do filloja avash të paktën në darkë, natën që flen fëmijët, 1 orë të paktën të lexoj, se nuk është dhe Jasona që t'jetë fëmijë që ulet edhe të rri 2 minuta, nuk rri, kur është ai zgjuar unë duhet të rri vetëm mbas atij sepse bie, fut gjëra në gojë edhe nuk kam mundësi që të lexoj. Ndërkohë që të lexosh duhet që të përfshihesh, të lexosh dhe ta kesh mendjen vetëm atje, sepse vetëm ashtu mund të jesh e përqendruar dhe ta kuptosh librin. Dita tjetër dhe ne kemi vajtur në park, çova pak fëmijët. Tani po presim burrin se do ikim pak në xhambo të gjim disa guduvere, sepse nesër është data 1 dhe t'i vendosim. Qëndruam shumë pak se frym pak erë ftohtë, është dielli është shumë i mirë, por kjo era është çike ftohtë edhe pak qëndruam dhe Jasona nuk është se po qëndronte mirë, nuk e di, nuk është në një kështu te parku. Kështu. Sa erdhëm në shtëpi, vajtëm morëm pak makinën time se e çuam për të larë, ishte për shumë pis, edhe nga brenda edhe nga jashtë, kështu që tha mami ta çojmë atje sa të merreshim vetë me fëmijët në përkëmb. Edhe po, duart e mia me panxharët këtu janë shumë të pigmentuar edhe nuk i kollaj, kam larë 2 herë dhe nuk i kollaj boja, ngjyra domethënë. Por u dhash fëmijëve dhe mu bën. Kështu, tani merri dhe një pako nga Temu dhe shumë pak gjëra ishin sepse e kisha kthyer diku te 1-2
doja një projektor për të parë filma me fëmijët, por kisha marrë gabimisht vetëm ekranin, diçka të tillë, një që vihet si punë ekranin në ashtu, e ktheva atë, pastaj edhe projektorët pash komentet që nuk ishin shumë cilësor, nuk ishin shumë të mirë, kështu që edhe ato i ktheva, nuk i mora, edhe më erdhën 2-3 gjëra. Kam marrë këto të dyja që i mbam për fëmijët këtu, bëshin shumë rëmuj librat e fëmijëve këtu dhe mora këto dy organizuese. Edhe do rrin librat super mirë këtu, sepse nuk bëjmë ashtu, bëj shumë rëmuj, edhe keq ngjante. Tjetër kam marrë edhe këto ngjitëset për të telefonit që ngjiten në xhama, ngjiten në pasqyra, në vende të tilla. Nuk kisha sepse më ishte prishur një që kisha dhe gjeta 5 copë, diku më pak se €1, edhe i mora. 3 kemi përdorur dhe 2 kam ngelur se i dhash dhe burrit. Edhe këto ishin, i kisha marrë dhe Ailës ca stikera edhe kështu. Na, kështu. Si kështu. I ke hapan. Kështu është. I ke hapan. Po, ne. Ra. Ha. I ke dhe hapan. Shiko, kështu është. Bravo zemrani. I ke me hapan xhanin tani. Do ai pa xhari. Në. Do vi pra. Edhe kështu, tani unë mendoj që ta mbyll këtë video, edhe ne do të shihemi në vlogjet e tjera, por mos harroni të bëni subscribe dhe like, kështu që po, ne do shihemi në video tjetër, deri atëherë mirëpafshim.